Sot Astrid Salihu, kandidat për kryetar të komunës së Prishtinës nga Partia Demokratike e Kosovës, vizitoi lagjen Arbëria në Prishtinë, e cila ka probleme me kanalizim. Sa afër qytetit, domethënë për 7 minuta jenë në qytet, edhe ki gjithmonë kontaktin me baltën numër 1, me pluhnin, me fekaljet, me të gjitha. Ne sot erdhëm këtu të takojmë disa banorë të lagjes Arbëria 3. Kjo është një lagje e re, po siç po e shihni me vetë iniciativë qytetarë kanë arrit vetëm që një pjesë të ujrave të zeza, për një pjesë ta largojnë nga shtëpitë e tyre, mirë po këto ujra siç po e shihni tash derdhen në një rrugë që është mjaft e frekuentuar, derdhen në rrugën kryesore. Pra po e shihni se komuna edhe një herë ka dështuar që të dalë përballë nevojave të qytetarëve, madje i lënë pamshirën e ndonjë epidemie apo rreziku të ndonjë infeksioni, të përhapjes të smundjeve. Dhe ju e shihni se ujrat e këtilla që lehen, edhe të pa kontrolluara që të rrjedhin në rrugët tona në një farë forme, dëmtojnë edhe infrastrukturën në të cilën është investuar pra në një rrugë që ka investuar Kfori, që nuk ka qenë po ashtu investimi i komunës. Dhe kjo flet vetëm për një papërgjegjësi që ka udhëheqësia komunale. Dhe kjo flet se Prishtina ende nuk funksionon dhe se Prishtina duhet filloj të funksionojë dhe ne do ta bëjmë Prishtinën qytet që funksionon. Ishte ky raporti nga Prishtina lidhur me aktivitetin ditor të Astrid Salihut, kandidat për kryetar të komunës së Prishtinës.